dikush që bënte ato ngucjet e veta dhe normalisht ti je këtu në shtëpi. Pse të vi një vajzë këtu dhe të na bëjë neve si e shkallët, si e zgjut, nuk do solidarizohemi në me njëra tjetrën, të kemi asaj pa prit kush je ti? Është krejt normale. Është krejt normale. Qëndron. E unë ajem shkuat. Ti je i farë skuci. Se? I konsiderushëm. I konsiderushëm. Po. E kështu, kalza ma drejta. A jam djali mirë. A jam të merë. Ta shi që se do me fol me Egli, unë s'fol me mua. Jem ka bëj për biset, pasha zot, jem trep. Ja si e kalon direkt. Po jem trep, Majdanja, moj. A që je? Po pse jem trep, moj, po foli me ty, moj, qa ki, Majdanja. Qa keni mërë kështu, moj, Allah. Gjesti, unë, sepse Po më leni mërë kamerat, më vlem të fol me ty, moj, vallaj si njeri. Nuk ka lidhe me kamerat. Po je kamenoni që pjo bëj loj, mërë, Se kemi vla. arru kamerat, ne kur dalim si të Vallaj kamenoni që pjo bëj loj, mërë, vla, qa keni. Vallaj po të ves si njeri. Që ti aldës, da qëfar menimi ke për mua. Po sërëzisht, po du me pytë se unë e kur kërkon se kom pytë, as di vetë që ka bëj, nuk e di vetën. Po të thëmë, a jam djali mirë. Hajtë, kanë zama jam djali mirë, a jam të mirë rritë mera. Ti të merave nuk je. Po të merë jam, ha? Je i farë, as të merë nuk je për mu me të ndretën, s'ke qenë në herë. Unë mendoj që ti e djali mirë, po ti ke ca qëllime të qarta në kokën tënde dhe nuk t'i intereson fare se qa bëhet vërdall. Ti e Egli edhe ti, ja? Sri do të pa pyet Egli. Ti e Egli edhe ti. Po anë ide, po të pysë, po të foli, moj. Definicioni, mund t'jesh shumë djali mirë me vetën tënde, me njerëzit e tu, me ato që do zemra, po këtu i ke qëllimet shumë të qarta. Apo folim? Ja, pra, ta thash. Apo folim ende? Ta thash, pra, do dalë për një cigare. Ende, apo folim tani? Tani në këtë moment. Po tani, që të me dani, po folim, po më nabe. Tani do për një cigare, pastaj më mbrapa pa. Ani,